pozitë si që është figura e Edi Malbashit. Flasim për listën e PDK-s, disa prurje të reja, emra të ri, keni sloganin bashk përpara. Për çfarë arsye bashk përpara? Bashkë me qytetarët, Kosova duhet me ecë përpara. Apo bashk brenda PDK-s? Kosova ka stagnu, dhe më thonë, këto gati 7 vjetë po bëhen tash, dhe më thonë që kur e kalon Partia Demokratike, ose kur Partia Demokratike nuk është në qeverisje, dhe duke pa që Kosova po shkon mrapa, ne i bëjmë thirrje edhe njëherë qytetarëve që bashkarisht ose bashk të ngritemi edhe njëherë bi kauzën për shtet dhe ta qojmë shtetin përpara. Kosova ka shënuar regres në shumë fusha, ose është kthy mrapa në shumë fusha prej që qeveriset nga lëvizja vetëvendosje. Prandaj Partia Demokratike sloganin ose motën e fushatës bashk e ka që ti drejtohet qytetarët Republikës Kosovës. Përndryshe, sa i përket frymës së mbrëmshme partijake, asnjëherë s'kemi qenë ma unik edhe ma të vendosur që t'jemi në krah të Bedri Hamzës për t'i ndihmuar Bedri Hamzës për ta drejtuar shtetin e Kosovës. Kështu që kjo bashk nuk ka të baj me partin, ka të baj me se kishte qëndrime, mos pajtime, deklarata, një lloj përplasje në distancë. Partia Demokratike është parti eksponentëve të PDK-s. Partia Demokratike është parti demokratike. Dhe në një demokraci të shëndosh ka debate, ka kundërshtime, ka vrejtje, ka sugjerime, ka këshilla, ka mospajtime, dhe këto të gjitha bashk e përbajnë demokracinë. Nuk do të quhej Parti Demokratike nëse nuk lejohet që ta jap kritiken, nëse dikush nuk e shpreh pakënaqësinë ose qëndrimin ndryshe. Unë jam jashtëzakonisht e lumtur që në Partinë Demokratike ndodhin debate të tilla. Ne nuk kemi të orientuar ka diktaturat e ka shtetet komuniste. Ne jemi shtet i cili po ende kemi një demokraci të brisht, po nuk mundemi ne me garantu qeverisje demokratike nëse ne nuk kemi parti demokratike. Njëherë duhet i demokratizojmë partit politike ku jemi, sepse këta njerëz do të vendosen në krye të shtetit në Isra, pavarësisht cila parti i fiton zgjedhjen. Do thotë, fillimisht duhet kemi parti demokratike dhe pastaj këtë demokraci të zhvillume ose të fortë ta instalojmë në udhëheqjet e shtetit. Kështu që unë jam jashtëzakonisht krenare dhe lumtur për frymën e cila bizotron ose është në Partinë Demokratike të Kosovës. Pa debat, pa kritika, nuk ka hapësirë për përmirësim. Mendimi ndryshe është vlerë, nuk është përçarje. E përmendëm sloganin e juaj bashk përpara, por nga ana tjetër vetëvendosje e ka sloganin mos lëshope. I fton qytetarët që mos lëshojnë pe, ta votojnë atë për të vazhduar qeverisjen e tyre. Po